Prova e re e dorëzuar nga familja Alex Nikës për krimin shtetëror të 21 janarit, kaseta me regjistrimin audio të disa komunikimeve në radio të zinxhirit komandues të Gardës së Republikës, nuk është ekspertuar dot nga laboratorët në Shqipëri. Mësohet se laboratorët nuk kanë mundësi teknike për të kryer një ekspertim të tillë, ndaj SPAK i është drejtuar laboratorëve të tjerë jashtë vendit. Prokuroria e posaçme ka kërkuar nga familjarët e të ndjerit Alex Nika që të tregojnë mënyrën se si është siguruar audioregjistrimi, si dhe pajisjen origjinale me cilën është bërë regjistrimi, pasi kaseta e dorëzuar në SPAK është kopje. Në materialin audio dëgjohet Ndreja Prendi, komandanti i atëhershëm i Gardës, që jep urdhër të hapet zjarr luftarak mbi protestuesit, pra jo më me plumba manover. Autoregjistrimi, që flitet se është 34 minuta, është bërë nga një person që ka patur akses në komunikimin e një kanali të konsideruar të sigurt, që përdoret nga drejtues të lartë të Gardës, i cili ka regjistruar komandat dhe urdhrat e dhëna në momentet kur u vran 4 protestuesit e parë matosur para kryeministrisë, të drejtuar nga Sali Berisha në atë kohë.